Banorët e fshatrave që banojnë kryesisht nga anëtarët e minoritetit etnik grek kanë përjetuar një përvojë të hidhur gjatë viteve të fundit, për sa i përket rasteve të vatrave të zjarrit brenda dhe jashtë zonave të banuara. Shërbimi zjarr fiks në fshatrat e Dropullit po monitoron me shumë kujdes situatën gjatë këtyre ditëve të meskorrikut. Ne jemi filluar me dy grupa patrullimesh që njëri është konstatuar këtu që ta kemi në pjesën e sipërme në Vërserat e Valit e Karburan që të kapi fshatrat e sipërme, dhe grupi tjetër është në lëvizje, domethënë përmban fshatrat e Dropullit të poshtme më shumë që të jetë në aks, sidomos. Kemi në çdo fshat vrojtues me makinat që të jenë në distancë sa më të afërt që na lajmërojnë sa më shpejt të jetë e mundur që të ndodhemi tek vatra e zjarrit. Bashkia e Dropullit ka rekrutuar punonjës sezonal për të evidentuar në kohë vatrat e mundshme të zjarrit. Ne nga çdo person të zonës tonë kërkojmë që të jetë shumë i kujdesshëm për çdo lloj e mundur situate emergjente që të jetë direkt na lajmërojnë në numrat tona telefonat, që të jemi sa më shpejt në vendin për çdo lloj gjë, që të mos kemi përhapje se me koha, me temperatura është shumë e keq situata. Njëkohësisht, një pjesë e fshatrave të Pogonit dhe të Dropullit kanë organizuar grupet e tyre të projektimit, të cilët e kanë për detyrë të njoftojnë në kohë, pasi të evidentojnë vatrat e mundshme të zjarrit.